L'Assemblée va maintenant entendre l'allocution de son Excellence M. Bajram Begaj, président de la République d'Albanie. Je prie le protocole de bien vouloir accompagner son Excellence, que j'invite maintenant à prendre la parole. Nderuar zonja Presidente e Asamblesë, i nderuar drejtuesi i seancës, të nderuar shkëlqësi. Është nder për mua t'i drejtohem sot kësaj asambleje në emër të Republikës së Shqipërisë, në këtë përvjetor të rëndësishëm të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Ky është njëkohësisht një moment me domethënie të veçantë për vendin tim, ndërsa shënojmë 70 vjetorin e antarësimit ton në Kombet e Bashkuara. Falenderoj Presidenten e Asamblesë Përgjithshme, shkëlqësinë e saj, zonjën Annalena Baerbock, për përzgjedhjen e kësaj teme kuptiplot, Better Together, dhe i uroj suksese në detyrën e nderuar të Presidentes së sesionit të 80 të Asamblesë së Përgjithshme të Organizatës Kombeve të Bashkuara. Gjithashtu dëshiroj të shpreh mirënjohjen tonë për sekretarin e përgjithshëm, zotin Antonio Guterres, për udhëheqjen e tij, shërbimin ndaj Kombeve të Bashkuara dhe përkushtimin në mbrojtje të Kartës së Organizatës Kombeve të Bashkuara dhe vlerave të saj thelbësore. Zonja e Zotrinj, ky 80 vjetor i Kombeve të Bashkuara është një kujtesë e vizionit që frymëzoi krijimin e një bote ku kombet zgjedhin dialogun dhe bashkëpunimin. Është gjithashtu edhe një mundësi për të ripërtërir përkushtimin ton ndaj vlerave të mishëruar në Kartën e OKB-s për paqe, barazi dhe bashkëpunim midis kombeve. Të zgjedhim bashkëpunimin mbi kundërshtit, dialogun mbi ndarjen dhe solidaritetin ndaj indiferencës. Për Shqipërinë, Organizata e Kombeve të Bashkuara ka qenë dhe vijon të jetë platforma universale e dialogut, duke i dhënë çdo kombi të madh e të vogël një zë në formësimin e së ardhmes sonë të përbashkët. Arritjet janë të pamohueshme, parandalimi i konflikteve, avancimi i të drejtave të njerëzit dhe ofrimi i ndihmës humanitare për miliona njerëz. Por në kontekstin e krizave aktuale që kanë përfshirë botën, është e natyrshme që të kërkojmë më shumë nga kjo organizatë dhe më shumë nga vetja jonë. Ky është momenti kur ne duhet të ripërtërim përkushtimin ton për të siguruar që Organizata e Kombeve të Bashkuara të vazhdojë të shërbejë si themeli i paqes, drejtësisë dhe solidaritetit, jo vetëm për ne, por edhe për brezat që do të vinë. Shqipëria beson se sfidat botërore, nga konfliktet dhe terrorizmi, ndryshimet klimatike, inteligjenca artificiale dhe pasiguria ekonomike, janë jo vetëm të ndërlikuara, por edhe të ndërthurura. Prandaj njerëzimi ka nevojë për më shumë bashkëpunim, shumë palësh. Si antare e Kombeve të Bashkuara, si antare e NATO-s dhe si një kombë krenar europian, Shqipëria qëndron e gatshme të japë kontributin e saj për forcimin e paqes dhe sigurisë ndërkombëtare. Ne mbështesim një rend botëror ku konfliktet zgjidhen në mënyrë të qëndrueshme, ku shoqëritë forcohen nga solidariteti dhe ku paqja ndërtohet dhe konsolidohet mbi themelet e forta të besimit, bashkëpunimit dhe përparimit. Shqipëria qëndron e vendosur në mbështetje të Kartës së Organizatës Kombeve të Bashkuara dhe do të vazhdojë të kontribuojë në paqeruajtje, në përpjekje humanitare dhe në ndërtimin e një bote ku mosmarrëveshjet zgjidhen përmes dialogut dhe diplomacisë. Zonja Presidente, prej gati 4 vitesh, besueshmëria e organizatës sonë është vënë në provë nga agresioni i Rusisë ndaj Ukrainës. Shqipëria ka qëndruar në mbështetje të sovranitetit, pavarësisë dhe integritetit territorial të Ukrainës dhe ka dënuar vazhdimisht shkeljen nga Rusia të Kartës së Organizatës Kombeve të Bashkuara dhe të së drejtës ndërkombëtare.
Ne dënojmë sulmet e vazhdueshme të Rusisë ndaj Ukrainës dhe incidentet e provokuara së fundmi ndaj aleatëve tanë të NATO-s dhe në të njëjtën kohë vlerësojmë përpjekjet diplomatike në udhëheqjen e presidentit Trump për një paqe të drejtë, të qëndrueshme dhe në respekt të plot të sovranitetit, pavarësisë, integritetit territorial të Ukrainës. Shqipëria është po aq e përkushtuar për paqe, siguri dhe stabilitet në lindjen e mesme. Lufta në Gaza duhet të përfundojë, të gjithë pengjet duhet të lirohen dhe situata e rëndë humanitare në Gaza duhet të trajtohet me urgjencë. Ne shprehim mbështetjen tonë për përpjekjet e Shtetit Bashkuar të Amerikës, Egjiptit dhe Katarit për marrëveshje e armëpushimit që do të çojë drejt përfundimit të përhershëm të armiqësive dhe sigurimin e një paqe të qëndrueshme mes Izraelit dhe Palestinës, e cila sjell një të ardhme më të mirë në siguri dhe përparim për palestinezët, izraelitët dhe të gjithë popujt e rajonit. Zonja dhe zotërinj, Shqipëria promovon aktivisht dialogun, marrëdhëniet e fqinjësisë së mirë dhe integrimin rajonal si e vetmja rrugë drejt stabilitetit dhe prosperitetit të qëndrueshëm. Vizioni ynë është integrimi, zhvillimi i qëndrueshëm dhe ruajtja e vlerave demokratike. Ne besojmë se ardhmja e rajonit tonë qëndron tek bashkëpunimi, jo konflikti, tek përparimi i bërbashkët, jo rivaliteti. Në këtë frym, Shqipëria është e gatshme të bashkëpunojë me të gjithë fqinjet për të siguruar që Ballkani Perëndimor të jetë një zonë paqeje, zhvillimi dhe mundësie, që kontribon aktivisht për Europën dhe për komunitetin më të gjerë ndërkombëtar. Shteti më i ri në rajonin tonë, Republika e Kosovës, është gjithnjë më shumë kontribuese në paqe, dialog dhe bashkëjetesë në Ballkanin Perëndimor. 17 vjet pas shpalljes së pavarësisë, Kosova ka treguar me vepra se është një antare e përgjithshme e komunitetit ndërkombëtar, e përkushtuar ndaj paqes, stabilitetit dhe vlerave demokratike, me institucione të forta dhe popullsi vitale. Kontributi i saj në bashkëpunimin rajonal dhe më gjerë është i pamohueshëm. Megjithatë, vendi i Kosovës në këtë asamble mbetet padrejtisht bosh. Njohja e pavarësisë Kosovës, mbështetja për antarësimin e saj në Kombet e Bashkuara dhe në organizatat e tjera ndërkombëtare është një akt drejtësie ndaj popullit të Kosovës. Është një hap që forcon edhe më shumë paqen dhe sigurinë në Ballkanin Perëndimor dhe një kontribut në stabilitetin e Europës. Shqipëria kërkon që të drejtat dhe liritë e shqiptarëve të luginës së Preshevës të respektohen, që shqiptarët atje të mos diskriminohen, por të integrohen, që gjuha shqipe të përdoret, kultura, vlera, identiteti dhe traditat e tyre të mbrohen dhe të promovohen. Zonja Presidente, udhëtimi i vendit tim Shqipërisë nga izolimi te integrimi euroatlantik, nga diktaturat e liria dhe të drejtat e njerëzit, dëshmon se dialogu, partneriteti dhe vlerat e përbashkëta mund të transformojnë shoqëritë. Sot Shqipëria është shumë pranë realizimit të ëndrrës së kahershme antarësimit në Bashkimin Evropian. Pas hapjes së negociatave të antarësimit, po vijojmë me ritëm të lartë reformat tona me synimin për të përfunduar procesin e negociatave në vitin 2027 dhe për të qenë antare plotë e Bashkimit Evropian deri në vitin 2030. Udhëtimi ynë drejt një Europe të bashkuar nuk është vetëm një ambicie politike, por është thellësisht i rrënjosur në vlerat që ne çmojmë: demokracinë, të drejtat e njerëzit dhe sundimin e ligjit. Shqipëria ka kuptuar se prosperiteti dhe mirëqenia e qytetarëve të saj lidhet ngushtë edhe me përparimet konkrete në arritjen e objektivave të zhvillimit të qëndrueshëm. Shqipëria po investon në energjinë e pastër, po forcon mbrojtjen ndaj ndryshimeve klimatike, po avancon transformimin digital dhe po punon për të siguruar që askush të mos mbetet pas. Përpjekjet tona janë përqendruar në arsim, shëndetësi, barazi gjinore dhe fuqizimin e rinisë, sepse gjithëpërfshirja është e vetmja rrugë drejt zhvillimit të qëndrueshëm. Vitin e kaluar,
ne u angazhuam rreth paktit për të ardhmen, si një kornizë udhëzuese për ringjalljen e bashkëpunimit shumëpalësh. Tani, duhet t'i kthejmë fjalët në vepra, të përkthejmë angazhimet në përparime konkrete për paqen dhe sigurinë, zhvillimin e qëndrueshëm, klimën, bashkëpunimin digjital dhe mbrojtjen e të drejtave të njerëzit. Shqipëria është e gatshme të punojë me të gjitha shtetet anëtare për të siguruar që pakti për të ardhmen të bëhet një udhëzues drejt një bote më të drejtë, më të qëndrueshme dhe më të bashkuar. Ne do t'japim shembullin ton, duke e përfshirë paktin në rishikimin ton vullnetar kombëtar. Shkëlqësi të nderuar pjesëmarrës. Ndryshimet klimatike janë sfida përcaktuese e shekullit ton dhe Shqipëria është e përkushtuar ndaj tranzicionit të energjisë së pastër dhe mbrojtjes së mjedisit. Përmbytjet, zjarret dhe thatësirat tashmë të përvitshme na kujtojnë se duhet të forcojmë angazhimet tona globale, të mobilizojmë financimet dhe të sigurojmë që asnjë të mos mbetet pas. Vitet e fundit kemi dëshmuar përhapjen e shpejtë të teknologjive digjitale. Përparimi teknologjik është shumë i dobishëm për sa kohë ecëm paralelisht me përparimin e vetë njeriut. Ne duhet të mbetemi besnik ndaj vlerave tona, duke e vendosur teknologjinë në shërbim të njerëzimit. Sado e avancuar, problemet e kohës tonë nuk mund të zgjidhen nga inteligjenca artificiale, por nga inteligjenca dhe dëmshuria njerëzore. Epoka digjitale duhet të udhëhiqet nga bashkëpunimi ndërkombëtar, standardet etike dhe respektimi i të drejtave të njerëzit. Për Shqipërinë, transformimi digjital është prioritet. Ne kemi ndërmarrë reforma ambicioze për të digjitalizuar shërbimet publike, për të rritur transparencën dhe për të luftuar korrupsionin. Shqipëria ka kënaqësinë të bashkëdrejtojë me Kenyan procesin e rishikimit të samitit botëror mbi shoqërinë e informacionit dhe do të punojë së bashku me të gjitha shtetet anëtare për të patur një rezultat të suksesshëm. Zonja Presidente, të drejtat e njeriut dhe dinjiteti i çdo individi duhet të mbeten në zemër të misionit tonë. Shqipëria ka dëshmuar përmes transformimit të saj demokratik se shoqëritë lullëzojnë kur liritë e individit mbrohen, kur gratë të rinj fuqizohen dhe kur diversiteti pranohet si forcë. Jemi të nderuar të sjellim përvojën tonë dhe të shërbejmë në Këshillin e Drejtave të Njeriut, ku kemi punuar pareshur për të promovuar universalitetin e të drejtave të njeriut dhe pandashmërinë e të gjitha lirive. Gjatë mandatit tonë jemi angazhuar për mbrojtjen e grupeve vulnerabël, për avancimin e baragjisë gjinore dhe për mbrojtjen e atyre të drejtave të cilëve kanë më shumë rrezik të cënohen. Ne do të vazhdojmë të ngrem zërin kundër diskriminimit, intolerancës dhe dhunës kudo që ndodhin. Shqipëria është krenare për përparimin që ka bërë në avancimin e barazisë gjinore, si një detyrim moral dhe si një shtysë për zhvillimin e shoqërisë. Sot gratë mbajnë disa nga postet më të larta në vendin tim. Shqipëria do të vazhdojë të mbrojë të drejtat e grave brenda dhe jashtë vendit dhe të punojë me partnerët për ta bërë barazinë një realitet të prekshëm për të gjithë. Asnjë komb nuk mund të projektojë një të ardhme të mirë pa vendosur rinin në qendër të strategjive kombëtare. Përmes reformave në arsim, transformimit digjital dhe punësimit, Shqipëria po punon për të zgjeruar mundësitë që të rinjtë të mësojnë, të sjellin risi dhe të marrin pjesë plotësisht në shoqëri. Ne besojmë se investimi tek të rinjtë është investimi më i efektshëm për paqe, mirëqenie dhe zhvillim të qëndrueshëm. Sot kemi detyrimin që si gjenerata që trashëguam 80 vjet paqe dhe përparim, të jemi të aftë të krijojmë kushte fëmijëve tanë për një botë sigurt në paqe, me dinjitet, bashkëpunim dhe përparim. Së bashku, me kurajo dhe largpamësi, të vendosim që ky sesion të jetë momenti kur zgjodhëm unitetin, që zgjodhëm përgjegjësinë dhe zgjodhëm guximin. Ju falenderit. Au nom de l'Assemblée générale, je tiens à remercier le président de la République d'Albanie.